Si quaj? Unë quhem Kasret Prenga, jam një ndër të shok që jemi këtu që jemi organizu gjithë për një drejtën tonë. Kjo drejta jonë, me që duket edhe nga shteti, edhe shteti po e zvarit shumë. Një ditë ka për denë, por ne po në zvarisin shumë, si nga ana kompanisë, si nga ana shtetit tonë. Pra që këtu du të mblidhet shteti dhe të vej pikën mbi shteti. Ne jemi në shtetas shqiptarë, ne jemi shqiptarë. Kudo që dalim jashtë shtetit jemi të huj, po edhe kur vim në Shqipëri jemi të huj prap. Unë kam 30 vite që punoj me mjetet e rana. Në çdo vend që kam punu, kam qenë më dinjitoz se sa këtu. Kurse këtu në shtetin tonë nuk puna për ka shteti fare. Të gjithë dominatorë që i shikoni këtu, Po vjen në një kamionë? Të gjithë kanë probleme të vetë. Problemi jonë është që të pranohet sindikatat, të pranojnë që tulemi bashkë me zotin Kol Nikolla. Prit se po, ta largojmë që kamerën? Okej, është kjo nga galeria? Po, që e galeria. Këto është puna juaj që keni bërë gërmimet më herët? Kjo djeta jonë. Tani e qoj për përpunim, për ku e qoj? Te fabrika e përpunimit. Dhe aty pastaj ndaj me derivatin që nxjerrin edhe arin, që thata? Që i pastrojnë. Më falë, vazhdojmë aty ku e la? Të gjithë të punëtorë nuk kërkojnë asgjë më tepër nga ligji. Nga që na thotë urdhri punë që është apo zyra apo kodi punës që kemi ne. Ne jemi të vendosur deri në fund, do ta gjejmë këtë grevën tonë. Çfarë do të thotë deri në fund? Deri në fund, derisa të futemi edhe në grevurie. Pavarësisht shtetit tonë që mund na marrë zvarr, na merre, se me shtetin nuk kemi punë, ne nuk mund kapemi me shtetin. Por shteti duhet të ndërhyjë që të mos na sjellë policin këtu, siç e kemi edhe sot këtu, siç ishte edhe dje këtu që ishin fugona këtu. Po bëjnë gati skafandat sa erdhën punëtorët, se gjithë ne do vim mëngjes herët këtu. Sa erdhën ne këtu, bëjnë gati skafandat dhe shkopin që të na jo. Minatorët e Spaqit në Mirdit janë ende në grevë. Kushtet vështira, shi sot. Ndërkohë që telefonin kanë plot me urdhra që njoftojnë pushim nga puna të disa prej tyre. Janë thjesht minator. Kjo është kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Herën e parë u tregova me shkrim, sot me zë. Neni 49 i saj, se cili ka të drejtë të fitojë mjetet e jetesës së tij me punë të ligjshme, që e ka zgjedhur ose pranuar vetë. Ai është i lirë të zgjedhë profesionin, vendin e punës, si dhe sistemin e kualifikimit të vetë profesional. Të punësuarit kanë të drejtën e mbrojtjes shoqërore të punës. Neni 50. Të punësuarit kanë të drejtë të bashkohen lirisht në organizata sindikale për mbrojtjen e interesave të tyre të punës. Neni 51 e drejta e të punësuarit për grevë që ka të bëjë me marrëdhëniet e punës është e garantuar. Tani, kush jeni ju që e para si ju njihni të drejtën për të bërë sindikatën të ligjshme? Kush jeni ju që nuk nënshkruan një kontratë kolektive pune me sindikatën, e kush jeni ju që i pushoni nga puna? Kush? Jeni në Shqipëri, në përmbushje të një kontrate për përdorimin e një miniere që është në tokën e tyre, në tokën e Shqipërisë. Nuk kanë kërkuar as rritje page, nuk kanë kërkuar as eliminimin e asaj diferencës banale, ordinere midis të ardhurave të një punëtori turk, që është 2 herë, 3 herë më lartë se sa një të ardhura, se sa e ardhura një punëtori shqiptar, nuk kanë kërkuar as përmirësim të kushteve të punës, por njohjen e sindikatës së tyre.
njohjen e sindikatës tyre, siç kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Jeni në Republikën e Shqipërisë këtu, u njeh si e drejtë themelore ekonomike. Jepini fund kësaj poshtërsie e njihini sindikatën e lishme atyre njerëzve të rikthehen në punë, se duhet mbajnë familjet e tyre me bukë, me bukë. Nuk është shteti kështu. I kam parë ato pamjet. Kur të vije puna për mohon tjera, shteti vjen na shkon shtëpi. Kurse sot që jemi gjithë të punëtorë që janë këtu, tek asnjë nuk është ndërhyrë që të bëhet një marrëveshje, të pranojnë atë që duam ne, kontratën kolektive. Kontrata kolektive do të zgjidhet gjitha. Nuk kuptoj. Me pronarin s'keni asnjë lloj mundësie. Se ky është CEO, ky është i dërguari i tij, me pronarin direkt. Edhe sikur të kemi me pronarin, ne nuk mund të besojmë më që të futemi pas sindikatën tonë. Pra, ne duhet sindikata që... Pra, ju nuk kuleni më në tavolinë me ta për asnjë lloj diskutimi, pa qenë sindikata juaj në tavolinë. Eksakt. Pra, edhe kontratën duhet asistoj, se kështu e do dhe ligji, detyrimisht për kontratën kolektive. Sipas ligjit që ka Shqipëria, asgjë më tepër nuk punon. Tani si e keni kontratën aktualisht që flasim? Individuale. Pra, çdo individ e ka... Pa afat. Pa afat. Kjo është pa afat, nuk është unë po në 9 vite. Kam 9 vite punë. 9 Pa afat vite. prave. Po pra pa afat. Të hekur ti tekët e ti. Se jo prave. 9 vite punë. Zakonisht ato pa afat nuk duhet të heqi aty, se gëzojnë më shumë. Hajde lejmërë, thot, hajde merë zarfi një ke shpeja. Ka hek shumë, kanë shumë shok tonë, për i ka hek ke shpeja. Tani? Jo tani, jo. A i kanë hequr... Zakonisht tanë kohës, hajde këtu hek. E kuptoj. E ke shpeja. Mu për vetëm ka ndodhë që kemi qenë në punë tamam, kam qenë veti treti, kam qenë përgjegjësi fadromistave në atë kohë, edhe kanë gjetë mekanik në Demek, kanë gjetë një tel në motor fadrom, se ka nga hyrja e teli nuk e dim ne. Edhe 3 vete na kanë qu pa drejt pagë për 3 muaj në shtëpi. Me kontratat që kemi ne sot. E kuptoj. Një ndërto ka qenë edhe shoku këtu. Pra nuk gëzoni mbrojtje nga kontrata që keni. Asgjë. E kuptova. Faleminderit. Faleminderit. Të nderuar miq, do kemi vetëm një ndërprerje të shkurtër publicitare. Unë ndodhem në mes të minatorëve, të cilët ndodhen prej 10 ditësh tani më, këtu në hyrje të minierës tyre. Nuk vazhdojnë punën, e kanë ndërprerë atë, kanë nisur prej 4 ditësh një grevë dhe paralajmërojnë se do shkojnë në grevurie, nëse kompania turke nuk ulet në bisedime me ta, duke qenë e pranishme në tryezë edhe sindikata e sapo krijuar. Me njëherë pas publicitetit.